Të shtunën e kaluar një incident i rënd ndodhi në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve, kështu thuhet, në Big Brother VIP. Jozi teksa linte shtëpinë qelloi me shuplak gjestin. Ky reagim ka shkaktuar debate shumë të shumta në Shqipëri, por jo vetëm Shqipëri, por edhe në Kosovë. Kam të ftuar në një lidhje Skype ish banorin e Big Brother VIP, besoj gjithë e mbani mend, Iliam Mandjaron. Iliam, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit që më ftuat dhe ja ku jam, shpresojmë që t'i japim opinionin edhe çdo njeriu që na dëgjon në këto momente dhe na ndjen. Iliam, besoj se e keni parë skenën. Cila ishte gjëja e parë që të erdhi në mendje kur pe Jozin që goditi gjestin? Atëre, të jesh brenda asaj shtëpie, unë e di shumë mirë se çfarë do të thotë dhe si duhet të sillesh në shumë raste. Gjëja e parë që më erdhi në mendje është ajo që nuk ishte hije dhe u pasi një skandal. Sepse që të gjithë ne jemi ndodhur në situata të tilla emocionale si agravuese dhe kemi gjetur një mënyrë për t'u shmangur. Më vjen keq që arriti deri aty, por njeriu është njeri dhe jam i sigurt që në qoftë se njeriu do mbante aq shumë se mendoj që edhe Jozi nuk është se arriti aty për një moment. Jozi arriti aty sepse ka pothuajse 3 muaj që merret me atë djalë që shkëmbejnë lloj-lloj shakash dhe lloj-lloj gjërash të tjera me tendencë si dhe pa tendencë dhe prandaj arritën deri në atë agravim. Normale nuk duhet të ndodhi, se ne po themi në thojza VIP-at dhe njerëzit që flasim nëpër rrjetet sociale dhe virtualisht, jemi ata që mund t'i japim dhe një mesazh njerëzve të tjerë, por njerëz jemi dhe ndodh. Iliam, besoj pat dhe skenën kur Jozi doli me branga nga shtëpia e Big Brotherit. A ju kujdoi ndonjë gjë kjo skenë? Atëre, e preke shumë bukur, më kujtoj normale, më kujtoj duart e mia të lidhura mbrapa me pranga, ku unë me të qeshur dhe me një sportivitet të madh arrita të shkoja deri ke rajoni policisë, i bëra edhe 15 ditë burg, ju e dini të gjithë shumë mirë. Por ajo e imja me Jozit janë dy gjëra të ndryshme, janë, si po themi, 2 palë këpuc të ndryshme, me numra të ndryshëm. Unë personalisht isha i shokuar dhe mora dhe si lojë, mendoja që ishte dhe lojë, kurse Jozi e ka bërë çdo gjë me në nervozitet e sipër, atë gjest po themi, kundrejt gjestit. Dhe janë 2 gjëra ndryshme, por më kujtua diçka, thash shpresoj që t'ja arrijë djali sa më shpejt pavarësisht atij nervoziteti që t'i hiqen ato pranga nga duart, se atë nuk ja urojmë asnjërit. Liam, themi të vërtetën, edhe ju nuk është se keni qenë një banor i qetë brenda asaj shtëpie, ku keni qenë shumë provokues, po themi, dhe keni qenë një ndër lojtarë që provokonit shumë. A gjeni një paralele mes teje dhe gjestit? Provokimet e mia janë shumë më të pakta se sa të gjestit. Në qoftë se më bën një krahasim të tillë, unë edhe gjesti, po të isha në Big Brotherin e vitit 2012, ku ka qenë pjesëmarrja ime e parë në këtë format, po them që mund të kem qenë si gjesti, pothuajse po të kaloja dhe vijen e kuqe biles dhe çfarë nuk mund të ndodhte, por këtë radhë unë, siç e përmendëm më përpara, me atë fatkeqësi në Klapa që më ndodhi të dilja nga shtëpia e Big Brotherit vitin e kaluar dhe të arrija të shkoja deri tek dyert e burgut të Rrugozhinës dhe të ktheja prapë në shtëpi, nuk e besoj që unë isha po dhe aq aktiv dhe aq dinamik sa që është gjesti. Pikërisht vetëm për këtë arsye që psikologjikisht nuk kam qenë gati për të bërë atë lojë që unë desha të bëja. Liam, 4 finalistë, si shikoni, a duhet ishte dikush tjetër në finale, apo të 4 janë të 4 ata që duhet ishin? Unë të jem real, jam i surprizuar, po kjo lojë është si një garë kuajsh, këtë e dim të gjithë që
Nuk duhet parë asnjëherë që në fillim dhe duhet dhënë asnjëherë që në fillim një njeriu titulli, sepse rrugës ndryshon çdo gjë. Unë nuk kam qenë kur për Laertin, nuk kam qenë kur për Eglin, po ja ku janë të dy në finale. Unë për mua personalisht do ishte më mirë Aldo dhe Danja, ishin dy të preferuarat e mi dhe do ishte një finale fantastike, por ky format dhe votat e njerëzve arrin që të nxjerrin dhe njerëz të tjerë, kështu që mendimi im nuk është se ka ndonjë diçka. Liam, kush mendoni që do jetë dyshja e fundit dhe kush e fiton Big Brotherin? Pra, unë personalisht mendoj që dyshja e fundit do jetë Gjesti Rozana, dhe midis Gjestit dhe Rozanës, Rozana do jetë fituese. Se do jetë Rozana fituese, sepse Rozana ka pas pak më tepër autoritet në atë shtëpi, pak më tepër e ndërlidhur me të gjitha temat dhe me një bazament, po thuajse, kurse Gjestin e kam parë vetëm në pjesën e humorit të bërë për të qeshur, ngacmimeve të pafund, dhe këto janë ato që bëjnë balancimin midis Gjestit dhe Rozanës. Pra Rozana është pak më e kompletuar se Gjestit e mund dhe do jetë fituese. Krahasuar me Bigun që ishit ju, pra me Bigun e vjetshëm. Kush mendoni që, po themi, ka qenë më i zhurmshëm dhe kush ka qenë, po themi, më i vështiri? Në që aspekt i zhurmshëm dhe i vështirë në aspektin e përfshirjes së publikut, në aspektin e ngjarjeve, dinamikave dhe i vështirë, po themi, kush ka pasur banor më të fortë, ky Big apo Bigu që shkoi? Të jem real, të jesh brenda, ta shohësh nga brenda dhe të bësh një analizë siç po bëj unë sot nga jashtë, janë dy gjëra të ndryshme. Por këtë vit po them mendoj unë, nuk e di, ka pasur më tepër dinamika se sa vitin që kaloi dhe dinamika të niveleve të ndryshme, të llojeve të ndryshme dhe shumica e këtyre dinamikave ka ardhur nga Gjesti. Për shembull një kalim muri, një shuplak, një marrje prap nga policia, janë që të treja këto gjëra që përmenda, vitin që kaloi nuk ka ndodhur, përveç policisë që erdhi mori mua po. Tash u bë dhe rrugë siç po e shef dhe ti vetë që vit për vit do kemi nga një që del me pranga nga Bigu. Liam, ju jeni rikthyer nga Gjermania në Shqipëri. Me çfarë merret Liami, pra ka ndonjë aktivitet, ka ndonjë? Për momentin unë po merrem me tekstile, para kam hapur një biznes timin që ka të bëjë me brendet e mëdhaja që janë firma të ndryshme, nuk e di am lejohet ti përmend apo jo, po. Si Balenciaga, Dior, Dolce Gabbana, Armani dhe shumë gjëra. Kam një showroom që merrem atë pjesë me shit blerjen e këtyre dhe njëkohësisht me gjën që unë kam 18 vite që e bëj me partit. Për shembull, këtë të diel që vjen, me që më pyete, këtë të diel që vjen, ne jemi tek Teknosfera, që një nga klubet më të mirë, po themi, të muzikës elektronike në Shqipëri dhe kemi zgjedhur një ditë të jashtëzakonshme, një ditë diele në orën 22:00 dhe ti vetë duhet vish ta pish diçka me ne, sepse do bëhet një atmosferë pa parë. Ku unë do bëj muzikë dhe do jenë edhe disa DJ lokal shqiptar do jenë të ftuar tek Teknosfera. Pra të dielën pas orës 22 aty na ketë gjithë. Ku është vendodhja, Liam? Na thoni pak vendodhja? Vendodhja është, nuk e di, ke rruga Elbasanit, tek sa po më dhanë informacion, më fare, dhe kështu është kur jeton, nuk e rreth rrotullimi ekonomikut, është edhe klubi i quajtur Teknosfera. Po ti duhet vish se s'bën. Unë do vi se s'bën. Qofse nuk ke punë edhe të hënën e ke pushim dhe je... Ne me si media se kemi kur pushim, por për ty do vi, sepse kam qef dëgjoj muzikë nga muzikën tënde, kështu që luam ti. Kështu që të dielën në orën 10,
Të dielën orën 10 tek Teknosfera, 10 hapen dyert, sa të bëhet warm-upi në orën 11 mendoj është full aty. Liam, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe s'na ngele gjë tjetër, vetëm të them shihemi të dielën. Shumë faleminderit ty për çdo gjë dhe të pres të dielën. Faleminderit.